Në historinë e lobimit të Kosovës në Shtetet e Bashkuara, vitet 2018 dhe 2019 shënojnë një nga periudhat më intensive dhe më të kushtueshme. Këta 2 vjet mbeten kulmi i shpenzimeve shtetërore me kontratat që u bën me qëllimin për të siguruar mbështetje amerikane në procesin e njojeve, antarësim në organizata ndërkombëtare, si dhe për të shtyrë përpara dialogun me Serbinë. Sipas të dhënave të publikuara nga Departamenti i Drejtësisë i SBA-s në vitin 2019, janë shpenzuar $2.8 milion në kontrata lobimi, në 2018 $1.82 milion, kurse më 2017 $689.000. Në vitet 2018-2019, Kosova ka kontraktuar kompani të fuqishme lobuese në Washington. Është kjo periudha kur po tentohej të arrijë një marrëveshje finale mes Kosovës dhe Serbisë. Ish-presidenti Hashim Thaçi e vuri prioritet arritjen e një marrëveshjeje gjithëpërfshirëse, duke konsideruar atë si mundësinë më të madhe historike për Kosovën. Kjo konfirmohet edhe në raportimet e njërës prej kompanive që kishte marrë më së shumti para nga shteti i Kosovës, Ballard Partners. Kompania që udhëhiqet nga Brian Ballard, një lobist i afërt me presidentin e SBA-s Donald Trump, në vitin 2018 kishte kontratë me qeverinë e Kosovës në vlerë prej $547.000. Raportuesi për llogaritë e kompanisë amerikane, mes tjerash në raportim i referohet një takimi që ish-përfaqësuesja e BE-s Federica Mogherini kishte organizuar mes Thaçit e presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. Presidenti i Kosovës Thaçi po bën përpjekje për marrëdhënie më të mira me Serbinë, duke deklaruar nuk mund të mbetemi viktima të së kaluarës së hidhur, por duhet të shohim përpara. Ky është momenti i duhur, sot kemi diskutuar çështje konkrete, kemi diskutuar modalitetet se si të shkojmë drejt fazës përfundimtare të dialogut duke gjetur një zgjidhje, duam të ndërtojmë marrëdhënie normale. Mes tjerash, në raportin që mban datën 13 korrik 2018, theksohet edhe shpresa e Kosovës për të antarësuar në Interpol. Edhe në raportimin e datës 12 maj 2019, Rubin shkruante për dialogun Kosovë-Serbi. Presidenti i Kosovës Thaçi tha se bisedimet për normalizimin e marrëdhënieve midis Prishtinës dhe Beogradit duhet të vazhdojnë sa më shpejt të jetë e mundur pa u ankuar për njëri tjetrin ose pa folur për të kaluarën. Atëkohë, një nga zgjidhjet që pati propozuar Thaçi ishte korrigjimi i kufeve me Serbinë. Më 27 qershor 2020 ishte caktuar takimi mes Kosovës dhe Serbisë në shtëpinë e bardhë me ndërmjetësimin e presidentit Donald Trump. Derisa Thaçi ndodhej në Vjenë, takimi u anulua pasi zyra e prokurorit të specializuar me Selina Hag njoftoi se ka deponuar akt akuzë për krime lufte edhe ndaj tij. Gjykatësi i procedurës paraprake i dhomave të specializuara ka konfirmuar akt akuzën kundër meje. Më 5 nëntor 2020, Thaçi dha dorëheqjen nga posti i presidentit pasi ju konfirmua akt akuza. E së fundi në procesin gjyqësor ndaj tij, si dëshmitar i parë i mbrojtjes u paraqet James Rubin. Ai u pyet edhe për kontratat e lobimit që ka pasur me Kosovën. Rubin tha se kontaktin e fundit me Thaçin e pati para se t'i ngrihej akt akuza, në kohën kur punonte në kompaninë Ballard Partners, e cila kishte kontratë lobimi me qeverinë e Kosovës. Hera e fundit që kam qenë në kontakt me zotrin Thaçin, siç e thash edhe dje në dëshminë time, ishte në vitin 2020, kur e përfaqësoj atë në kërkim të marrëveshjes së paqes së përhershme me Serbinë. Në këtë periudhë të 2020-s, para ngritjes së akt akuzës, kam punuar me të, kam biseduar me të. Ai e konfirmoi para gjykatës se vlera kontratës së kompanisë me qeverinë ishte €56.000 në muaj. Janë edhe 2 kompanitë tjera amerikane që kishin marrë kontrata lobimi në vitin 2019. Pillsbury kishte nënshkruar kontratë me qeverinë e Kosovës në vlerë prej $784.000, kurse Aston dhe Bird $648.000.